Doni përgjimet ku del vetë Edi Rama? Ja ku i keni. Këto janë përgjimet e Spakut, ku del që vendimet i merr Edi Rama. Belinda Balluku, duke folur me Berberin, i thot: për këtë flet ky se ka rënë dakord me Ramën. Praktikisht i kërkon llogari Berberit, i thot: ti e ke hapur të tenderin për të cilin ky thot që ka rënë dakord me Ramën? Po, i thot Berberi. Po si ishte mundur, thot, që unë nuk di gjë. Por thot Berberi se ishte një tender i madh, e ndava në shumë pjesë që të merrin të gjithë. Këto janë përgjimet që tregojnë që vendimet për tenderat nuk i merr as Belinda Balluku dhe as Berberi, po i merr vetë Edi Rama. Çdo gjë tjetër është thjesht një teatr. Nuk ka rëndësi komisioni i vlerësimit të ofertave, nuk kanë rëndësi kriteret, nuk kanë rëndësi renditja sipas fiksimeve, nuk ka rëndësi cila është oferta më e mirë që qytetarët shqiptar të argjojnë sa më pak për ndërtimin e rrugëve. E rëndësishme është që Edi Rama të vendos se kush prej biznesmenëve që janë afër tij të marri parat, të fitoj tenderat. Kjo është e vërteta. Tani është e qartë që Belinda Balluku ka ikur, nuk e shpëtojnë dot më, por tani radhën e ka Edi Rama. Edi Rama duhet të merret i pandehur, duhet të dali para drejtësisë.